Nisur nga ngjarja e ndodhur në datën 29 korrik, ku një nga gazetarët e televizionit ton gjatë kohës që po kryente detyrën e tij funksionale për informimin e publikut, u dhënua nga shefi i komisariatit të policisë së Shkodrës Gazmend Demrozi, Star Plus Televizion shpreh mbështetjen dhe solidaritetin e plot për gazetarin Senad Nikçiçi, duke inkurajuar ato për denoncuar këtë ngjarje nëpërmjet një kallëzimi penal. Ne i bëjmë thirrje të gjitha mediave në veçanti dhe opinionit publik në përgjithësi që të solidarizohen me këtë deklarat, duke demonstruar kurajo civile për lirinë e shtypit dhe të drejtën e informimit, si e drejta universale që mbrohen me ligj. Ne besojmë dhe jemi të bindur se ky individ nuk mund të përfaqësojë policinë e shtetit shqiptar, pasi arroganca në sjellje, mendjemallësia në veprime apo brutaliteti në përdorimin e forcës janë produkti një botë kuptimi diktatorial. Në një shtet demokratik, media përkufizohet si pushteti i katërt dhe shantazhi apo dhuna kundër saj ka efektin e bumerangut. Individët, si rasti i shefit Gazmend Demrozi, nuk mund të bëjnë barrierë në organet e rendit me mentalitetin arkaik që ata kanë, pasi punojësit e policisë në një shtet demokratik nuk janë shprehje e dhunës apo e demonstrimit të forcës, por në të kundërt janë në shërbim dhe në mbrojtje të komunitetit ndaj agresorëve të dhunës. Gazetari i Star Plus Televizion ka qenë në punë dhe me detyrë pas shërimin e ngjarjes së datës 29 korrik, mirëpo ndërhyrja e shefit Gazmend Demrozi ndaj tij në çdo rrethan është e pajustifikueshme, bazuar edhe në atë çfarë shpreh më sipër. Ai është në të drejtën e tij për të mbrojtur me gjitha mjetet ligjore ndaj agresorit, ashtu siç është Star Plus Televizion në drejtën e tij për të mbrojtur imazhin duke përdorur të gjitha mjetet që i jep ligji për imazhin e gazetarit të dhënuar me siglën e Star Plus Televizion. Duke mbyllur këtë deklarat, i bëjmë me dije të gjithë atyre që mendojnë si ne dhe aspirojnë për një shoqëri ku dhuna dhe brutaliteti janë në inferioritet ndaj sjelljes civilizuese dhe forcës së argumentit, se motoja e televizionit ton ka qenë dhe do të jetë përpjekja e vazhdueshme për civilizimin dhe edukimin e shoqërisë shqiptare në rrugën e integrimit evropian.